Habit mjeku, hani shalqin çdo ditë dhe ajo çfarë i ndodh trupit tuaj do ju lërë pa fjalë. Edhe pse shumica e njerëzve preferojnë shalqinin gjatë muajve të ngrohtë, tani mund ta gjeni pothuajse gjatë gjithë vitit. Edhe kjo i bën njerëzit edhe të pyesin veten: a është mirë të hahet shalqin çdo ditë? Përgjigjja është në përgjithësi po, por gjithmonë në masën e ekuilibruar që përfitimet e tij të jenë të mrekullueshme dhe të vlefshme në dobi të organizmit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse përfshini shalqinin në rutinën tuaj ditore. Do jeni më të hidratuar nga sa e mendoni. Shalqini është pothuajse 90% ujë. Është pikërisht të hash dhe të pish në të njëjtën kohë, me një shije të vetme dhe unike të mirë për organizmin dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Është pikërisht ajo që nevojitet më shumë për të shmangur kështu dehidratimin, veçanërisht në kushtet kur është tepër nxehtë dhe mund të krijohen gjithashtu vështirësi në jetën tuaj të përditshme. Dhe gjithashtu ai përmban elektrolite të cilat e ndihmojnë në trupin e njeriu t'i bëjë ballë një sër komplikacionesh dhe të lehtësojë gjithashtu problematikat e tij. Kjo nuk do të thotë që mund të zvendësoni ujin, por sigurisht ju ndihmon në shumë aspekte të shëndetit tuaj, të lehtësoni gjithashtu edhe drobitjen e madhe të ditës të cilën mund ta përjetoni. Nëse doni një truk më të mirë për të kontrolluar hidratimin tuaj dhe gjithashtu të shikoni ngjyrën e urinës, sa më e çelët aq më e mirë. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja mund të ndihmojë në një hidratim më të mirë të organizmit, veçanërisht në kushtet e vështira të tij. Shalqini do të ndihmojë zorrën tuaj të funksionojë më mirë, më shëndetshëm edhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e një shëndeti të dobët. Mund të duket e çuditshme, por shalqini është bërë viral kohët e fundit sepse mund t'i japë përfitime të rëndësishme për ushqyerjen e shëndetshme dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtet ushqyese për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ai kombinohet fare mirë edhe me një përmbajtje të lartë të ujit që mund të bëjë jashtëqitjen tuaj më normale dhe të lehtësojë kushtet e problemeve që shkakton kapsllëku. Edhe pse çdo fet ka një sasi relativisht të vogël të fibrave, nëse hani të paktën 2 deri në 3 feta në ditë, efekti do të shtohet më mirë dhe do të keni gjithashtu më pak probleme në procesin tuaj tretës dhe do të keni gjithashtu një zorrë më të shëndetshme dhe nuk do të vuani nga problemet që shkakton kapsllëku në dietën tuaj. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj mund t'ju bëjë që të evitoni edhe fryrjet e tepërta ditore. Ashtu si me të gjitha frutat në jetë, sasia ka një rëndësi të veçantë. Nëse e teproni, ai mund të jetë gjithashtu veçanërisht i vështirë për fryrjen tuaj. Nëse hani më shumë se sa duhet, efektet e tij pozitive do të kthehen në negative. Ndaj ekspertët e cilësojnë shalqinin si një prej produkteve më të vlefshme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ata thonë se shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më shumë lehtësime të tij. Shalqini mund të zvogëlojë oreksin tuaj për vakte të tëra. Shalqini është një freskues shumë i mirë dhe ngopës, dhe nëse hahet ai mjaftueshëm, mund të mos doni të hani gjë tjetër, por kjo mund të jetë një problem se sado i mirë që të jetë, kjo nuk do të thotë që duhet ta teproni me konsumin e tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore brenda rekomandimeve të duhura mund të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më shumë lehtësime nga inflamacionet e tij. Shalqini është një produkt fantastik që mund të zvogëlojë oreksin tuaj të tepërt dhe të kthehet në një aleat të vërtet të organizmit. Nga ana tjetër, ai mund t'ju bëjë që të uriteni më shpesh. Shalqini është pothuajse i pasur me karbohidrate të plota, por edhe pa proteinë ose yndyr,
gjë që ju bën të jeni më të uritur për një kohë më të gjatë nëse e teproni me konsumin e tij. Ndaj konsumi i shalqinit në dietën tuaj duhet të bëhet sipas mënyrave të duhura ushqyese për të evituar kështu komplikacionet dhe për të marrë efektet e duhura pozitive në mbrojtjen e shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja do ju ndihmojë edhe në shëndetin e planit tuaj afatgjatë, duke u dhuruar kështu në një sistem më të fortë imunitar dhe duke lehtësuar komplikacionet e tij. Vera ka ardhur dhe bashkë me të vjen edhe nevoja për një ushqyerje të shëndetshme dhe të plotë, në një mënyrë për të nisur vaktet tuaja të plota dhe pa efekte anësore. Hidratimi është një nga mënyrat më të mira plotësuese të një organizmi të shëndetshëm dhe megjithatë, shumë përfitimet të tij, konsumi i shalqinit në sasi të mëdha mund të jetë një anë negative për trupin tuaj. Prandaj shalqini duhet të konsumohet ashtu si trupi juaj ka nevojë dhe brenda rekomandimeve të duhura. Vetëm në këtë mënyrë përfitimet tuaja do të jenë vërtet të larmishme. Të hash një herë në 24 orë nuk mund të jetë gjëja më e mirë, por shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mburojë të mirë për organizmin dhe hidratimin e duhur të tij. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin e njerëzit. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibra dhe përfitime të mira në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përfitimet që njeriu do të marrë nga konsumi i frutit të shalqinit do të jenë vërtet të larmishme dhe efektive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e tij në mbrojtjen e shëndetit, sigurohuni t'i keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja, kështu efektet do të jenë të menjëhershme. Shalqini është një produkt fantastik që mund të ofrojë vlera të larta për shëndetin. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë disa nga përfitimet kryesore të shalqinit. Shalqini është i mirë për shëndetin e zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin tuaj të gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet nga antioksidantët, të cilët do të ulin gjithashtu edhe riskun e zhvillimit të atakut në zemër ose edhe problemeve të ndryshme të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë për shëndetin e gjymtyrëve. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi gjithashtu mund të përkthehen në një mbrojtje më të mirë natyrale për gjymtyrët. Sipas ekspertëve, falë konsumit të shalqinit, njerëzit janë më të prekur nga reumatizma dhe artriti. Ndaj dhe konsumi i tij në dietat tuaja ditore do të jetë mundësia më e mirë e zhvillimit dhe parandalimit të komplikacionet që i kanosen nyjeve tuaja. Shalqini është i pasur gjithashtu edhe me nivele të larta të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit ia atribuohet gjithashtu edhe likopenit, një antioksidant i cili do të ulë riskun e zhvillimit të radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban nivele të larta të likopenit më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër. Ndaj konsumi i tij brenda rekomandimeve tuaja ditore është mundësia më e mirë për një zhvillim të fortë të organizmit dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e njëpasnjëshme. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Ngrënia e shalqinit do të shërbejë si një mburojë e veçantë ushqyese për shëndetin tuaj të lëkurës. Antioksidanti likopen që gjendet tek shalqini do të ndihmojë organizmin tuaj në luftën kundër djegjeve nga dielli dhe inflamacioneve të tij. Shëndeti juaj i syve do të jetë i pari që do të përfitojë me konsumin e rregullt të shalqinit. Një racion shalqin plotëson 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është shumë e rëndësishme dhe thelbësore për shëndetin tuaj të syve. Ndaj ngrënia e këtij frutit brenda rekomandimeve të duhura ditore mund të jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese që mund t'i ofroni organizmit dhe të lehtësoni kështu komplikacionet të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë edhe hidratimin e duhur. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.